mirë se vini në këtë leksion. Sot do të bëjmë një udhtim vërtet magjepsës në atë zinxhir të padukshëm ngjarjesh që praktikisht qeveris të gjithë universin ton. Filozofia hermetike na jep një lente krejtësisht ndryshe për të parë dhe analizuar realitetin. Mendoni pak, në qendër të kësaj mendësie të lashtë qëndron një parim absolut që sfidon plotësisht idenë e kaosit apo të asaj që ne rëndom e quajmë rastësi e verbër. Gjatë këtij shpjegimi do të analizojmë ato mekanizëm të fshehtë, atë lidhje të pathyeshme mes çdo mendimi, çdo veprimi dhe çdo pasojë në ekzistencën tonë. Le t'ja nisim. Okej, le të zhytemi menjëherë në këtë premisë thelbësore. Në hermeticizëm, absolutisht asgjë, dhe e kam fjalën vërtet asgjë, nuk ndodh aksidentalisht apo pa një arsye të mëparshme. Çdo ngjarje, sado e vogël apo e parëndësishme të duket në pamje të parë, është pjesë e një rrjeti të pandërprer. Pra, ajo që duhet të mbajmë mend si thelb këtu është se universi nuk është thjesht një grumbull rrethanash arbitrare. Jo, është një rend inteligjent dhe jashtëzakonisht harmonik. Gjithçka i bindet një logjike të fshehtë, por që është plotësisht e pagabueshme. Për ta bërë sa më të qartë, ky është plani ynë i sotëm. Së pari, do të shohim origjinën e traditës hermetike, pastaj kalojmë te mekanika e shkakut dhe pasojës. Më pas do të flasim për mendimin si një forcë të mirëfillt krijuese dhe do të ripërcaktojmë konceptin e karmës. Dhe në fund fare, pasi të prekim simbolizmin masoneri, do të mbyllim gjithçka me atë kalimin e jashtëzakonshëm nga të qenit viktim në një krijues të vetëdijshëm. Le ta nisim pra me seksionin e parë, origjina e traditës hermetike, rrënjët e lashta dhe dhe Kybalion. Tani, për të kuptuar vërtet peshën e këtij ligji, duhet të kthehemi patjetër te burimi. E gjithë kjo traditë mbështetet tek mësimet e famshme ezoterike të Hermes Trismegistus dhe, sigurisht, tek ai libër kaq thelbësor që njihet si The Kybalion. Këto tekste na thon diçka të fortë, universi menaxhohet nga ligjet të thella e të pandryshueshme. Kjo na nxit të bëjmë një pyetje thelbësore: cila është në fakt natyra e vërtetë e koincidencës? E po, sipas leksioneve hermetike, koincidenca thjesht nuk ekziston. Fjala rastësi është, të themi të drejtën, thjesht një emërtim komod që përdorim kur nuk e kuptojmë një ligj të caktuar. Është një etiketë për paditurinë tonë. Meqense universi funksionon sipas rregullave të pathyeshme, asnjë rrethanë e vetme nuk është vërtet e shkëputur nga një shkak i mëparshëm. Duke ecur logjikisht përpara, hyjmë në seksionin e dytë, mekanika e shkakut dhe pasojës, zinxhiri i padukshëm i veprimit. Këtu gjërat bëhen vërtet praktike. Si arrin saktësisht një ide, një koncept i padukshëm të materializohet në diçka fizike që mund ta prekim. Kemi këtë formulë me 3 hapa që është vërtet inxhinierike. Nuk ka shpëtim nga ky zinxhir. Çdo gjë fillon me një mendim, i cili gjeneron një vëllim të caktuar energjie. Më pas, ajo energji nuk zhduket thjesht në boshllëk. Ajo krijon një ndikim konkret, qoftë tek ne, qoftë tek rrethanat përreth. Dhe në fund, ai ndikim plazmon dhe prodhon atë që ne e shohim si rezultat solid. Kjo na tregon fare qartë që çdo vendim i yni lë një gjurmë të vërtet në indin e vet realitetit. Kjo na çon natyrshëm tek seksioni i tretë. Mendimi si forcë krijuese. Mendja si instrument. Këtu duhet të bëjmë një ndryshim të madh në perceptimin ton. Pse? Sepse shkaqet nuk janë gjithmonë veprime muskulare ose fizike. Shikoni këtë kontrast këtu, sepse tregon saktësisht pse disiplinimi i mendjes është absolutisht jetik. Një mendje e lënë pa kontroll, e rënduar nga frika apo negativiteti, nuk rrithjes pasive aty në kokë. Jo, ajo bëhet si një gjenerator stuhish, dëmton emocionet, shtrembëron vendimet dhe formon një realitet përreth që është thellësisht toksik. Nga ana tjetër, një mendje vetëdijshme e paqët lëshon një tjetër lloj frekuence. Ky model prodhon një ambient ku mbretëron harmonia, një stabilitet që fshin çdo kaos. Mendimi man forcën reale për të ngritur perandori të paqes së brendshme ose për të shkatruar gjithçka. Është kaq thelbësore. Me këtë kuptim mbi fuqinë mendore, arrim tek seksioni i katërt, karma dhe ekuilibri universal, ripërcaktimi një koncepti të lashtë. E dini, është shumë e rëndësishme që ta shikojmë këtë përmes lenteve të hermeticizmit, për të fshirë nga mendja të idetë klasike të mallkimeve apo ndëshkimeve hyjnore. Në këtë traditë, karma kthehet thjesht në një shkencë universale e ekuilibri, pra nuk ka asnjë sistem hakmarrës qiellor. Karma është vetëm një ekuacion inteligjent harmonizues. Energjia që dikush dërgon në univers e bën ciklin e vet dhe detyrimisht do të kthehet prapë te burimi i saj. Ndoshta i ndryshon forma rrugës, por thelbi i asaj që u dërgua kthehet gjithmonë për të përballur me krijuesin e vet.
për ta bërë edhe më të prekshme. Mendoni për atë metaforën vizuale briljante të gurit të hedhur në ujë. Kur një gur bie në një sipërfaqe të patrazuar uji, efekti i tij nuk mbetet aty i izoluar. Krijohen valë që shtrihen dhe prekin çdo çep të liçenit. E njëjta gjë ndodh me ne. Edhe fjalët apo veprimet më të vogla, qofshin ato për mirë apo për keq, nuk ndalen në momentin e shprehjes. Ato vazhdojnë të vibrojnë përgjatë gjithë rrjetit energjive universale ku ne të gjithë jemi ngushtësisht të ndërlidhur. Kjo na udhëheq drejt një zbatimi praktik. Seksioni 5. Simbolizmi në masoneri. Ndërtimi i tempullit të brendshëm. Ajo që është vërtet intriguese këtu është se si kjo traditë gjeti zbatim praktik në urdhrat ezoterik gjatë historisë. Në masoneri, këto ligje u përdorën si një manuali pamat për ndërtimin e karakterit etik. Ja një fakt domethënës, shumë mendimtarë të rilindjes i ndërtuan perandoritë e tyre intelektuale, fshehurazi duke u bazuar pikërisht te këto rregulla. Në këtë rrugtim, nuk flasim thjesht për një akumulim informacioni, është një shndërrim. Çdo zgjedhje morale vlerësohet si një gur që latohet me kujdes për të ngritur karakterin. Nga ana tjetër, veglat kalojnë nga mjete thjesht gjeometrike në simbolet e disiplinës dhe përgjegjësisë. Qëllimi final, të mos udhëhiqesh më nga impulset e rastit, por të bëhesh atë që quhet një shkak thellësisht i vetëdijshëm jetës tënde. Dhe kështu mbërrim në majën e kësaj ligjërate. Seksioni 6, nga viktim në krijues, marrja e kontrollit mbi fatin. Pasi kemi kaluar gjithë këtë rrjedhë informacioni, këtu merret mësimi i vërtet, zgjedhja mes zërënjes dhe ngritjes. Le të analizojmë këtë kontrast. Mentaliteti i viktimës është zgjedhja më e ratshme apo jo? Na shfaqson nga çdo gabim, ja ngarkojmë fajin në rastësisë, rrethanave, të tjerëve. Na jep alibin e përsosur për të mos bërë asgjë, megjithatë, mentaliteti i krijuesit kërkon një guxim vërtet të rrallë. Nuk do të thotë të injorosh vështirësitë, por të mbledhësh aq kontroll emocional saqë të marrësh përgjegjësi absolute për reagimin tënd. Kjo qasje transformon plotësisht realitetin, sepse të detyron të organizosh e të kultivosh vetëm energji të dhura. Sigurisht, sado magjike të tingëlloj, ky ligj operon mbi një ritëm gradual. Mendojni kështu, e kaluara ishte thjesht laboratori ku u përgatit ky realitet i kushteve të sotme. Ne thjesht po jetojmë pasojat e asaj kohe, por pika e ndikimit ton maksimal është e tashma. Secila zgjedhje që bëjmë tani është fara që do të përcaktojë trajektoren e së ardhmes. Filozofia nuk na premton një shkop magjik që e zgjidh gjithçka brenda minutës. Ajo na kujton se kërkohet përpjekje e paepur dhe shumë qëndrueshmëri që ky transformim shpirtëror të mbijetojë e të rrënjiset thellë brenda nesh. Cili është thelbi dhe gjetja absolute e gjithë kësaj analize? Është fiks ky rresht i mrekullueshëm. Kushdo që arrin ta njohë këtë ligj dhe të kthehet me vetdije në një shkak të jetës së tij, tërheq me një herë lirin drejt vetes. Ky është vërtet çelësi i art. Në momentin që nuk pret më ngjarje të ndodhin, por fillon t'i gjenerosh ato nga brenda jashtë, ti arrin atë qartësi ku çdo element i jetës kalon sërish mjeshtërisht në kontrollin tënd të plot. Ky udhtim na sjell tek një konkluzion dhe sinqerisht në një pyetje vërtet provokuese për të gjithë ne. Duke ditur se ky ligj ndodhet aty, duke operuar në prapasken çdo sekond dhe pasi e pam qartë se qoftë edhe një mendim i vetëm, ka fuqinë e një ndërtuesi botësh dhe mendja kalon vetëm tek një pikë. Në këtë arkitekturë gjigante universale, ku ngjarjet nuk janë thjesht një rastësi, me çfarë kualiteti do të zgjedhim të ndërveprojmë ne sot? Cilin shkak do të zgjedhim të trupëzojmë si individ të vetëdijshëm që prej këtij momenti? Shpresoj shumë që ky eksplorim filozofik t'ju ketë sjellë një qartësi të re. E mbi të gjitha t'ju ketë lënë po ashtë ndezur dëshirën për të studiuar thellësitë e fatit të realitetit. Kuptim të mbar.